Prej më shumë se një dekade në pushtet, kryeministri Edi Rama po përballet me një nga sfidat më të pazakonta politike të qeverisjes së tij. Një lëvizje qytetare e veçuar Revolucioni i Flamingove po fiton vëmendje në rrjetet sociale, në tubime publike dhe në diasporë, duke artikuluar pakënaqësi ndaj mënyrës së qeverisjes dhe sistemit politik të ngritur gjatë 13 viteve të fundit. Protestuesit pretendojnë se nuk kërkojnë thjesht rotacion politik, por ndryshim të modelit të qeverisjes, të cilin e konsiderojnë të centralizuar dhe të dominuar nga interesat e një grupi të ngushtë pushteti. Simboli i flamingos është kthyer në identifikuesin kryesor të lëvizjes, ndërsa pjesëmarrësit e saj shfaqen gjithnjë më aktiv në protesta dhe reagime publike. Nga ana tjetër, kryeministri Rama ka zgjedhur të përgjigjet kësaj lëvizjeje përmes deklaratave publike, postimeve në rrjetet sociale dhe takimeve me mbështetësit e Partisë Socialiste. Kritikat e tij ndaj protestuesve kanë nxitur reagime të forta, veçanërisht kur në shënjesër të komenteve kanë qenë të rinj dhe të reja që janë bërë fytyra publike të protestës. Në sfondin e kësaj përplasjeje politike, analistët vërejnë se qeveria po përballet me një klim të re pakënaqësie qytetare, në një moment kur kryeministri sapo kishte konsoliduar një tjetër mandat dhe po promovonte arritjet e tij në arenën ndërkombëtare. Ndërkohë, organizatorët e Revolucionit të Flamingove pretendojnë se protesta është reagim ndaj një sistemi që sipas tyre ka favorizuar klientelizmin, lidhjet me oligarkinë dhe përqendrimin e pushtetit në duart e një numri të kufizuar individësh. Ata akuzojnë qeverinë për mungesë transparence në menaxhimin e pasurive publike dhe fondeve shtetërore. Përballë këtyre akuzave, qeveria ka mbrojtur vazhdimisht bilancin e saj, duke theksuar investimet, reformat dhe procesin e integrimit evropian si dëshmi të progresit të vendit. Megjithatë, përplasja mes pushtetit dhe lëvizjes së flamingove duket se po shndërrohet në një test të ri për klimën politike në vend. Nëse kjo revolt do të mbetet një fenomen proteste apo do të kthehet në një forcë të organizuar politike, mbetet për tu parë. Ajo që është e qartë është se pakënaqësia artikuluar në rrugë dhe në rrjetet sociale po sfidon narrativën e një pushteti që prej vitesh është dukur i pakontestueshëm.